Dëshmia e Gazmend Buçpapajt, autorit të vrasjes së Egli Pashollarit, është zbardhur nga policia. Ai ka pranuar para autoriteteve se ka kryer vrasjen, por nuk ka dhënë detaje të tjera, ndërsa ka shfaqur pendes dhe i ka kërkuar ndjes familjes së viktimës. Ngjarja ndodhi rreth orës 15:40 në rrugën Kongresi i Lushnjës në Tiranë, kur Egli Pashollari sapo kishte dalë nga makina dhe u sulmua nga 3 persona. Gjatë përleshjes, Buçpapaj dyshohet ta ketë goditur Pashollarin me thik në kurriz, duke shkaktuar plagë të rënda. Viktima mori ndihmën e parë pranë një lokali dhe më pas u transportua me makinën e tij drejt spitalit, por nuk mundi të mbijetojë. Pashollari ishte ish gardian burgu dhe më parë ishte akuzuar në vitin 2020 për tentativë futjeje të alkoolit në qeli Emiliano Shullacit. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.